Nuk gëzojmë që pas 4 viteve të përsërisim gabimet e njëjta, e të futemi në qeveri të përkohshme, nuk mund të jemi pjesë në qeveri për 6 muaj të ardhshëm, 7 muaj të ardhshëm, e pas të shkojmë në zgjedhje vetëm sa për të akomoduar lumirin ose tjetrin. Nuk kemi interesa të pozicioneve këto. Interesi vetëm është mbrojtja e lidhjes demokratike të Kosovës. Puna e madhe që është bërë për këto 4 vite, për të ringritur LDK nga një rënje historike, pothuajse dërmuese për LDK. Mos harroni, pothuajse dërmuese për LDK, është punë që duhet ta ruajmë me plot kujdes. Nuk gëzojmë që pas 4 viteve të përsërisim gabimet e njëjta, e të futemi në qeveri të përkohshme, e afatshkurte, sa për të kryer ndonjë pozicionim të ndonjë individi, kryeministër apo ministër, e më pas për përfunduar në rezultate katastrofale. Edhe një herë po themi, interesi jonë është të mbrojmë LDK-n, sepse duke mbrojtur LDK-n, e mbrojmë dhe interesin e Republikës Kosovës. Këto dyja janë bashkë, nuk janë të ndara. Duke mbrojtur LDK-n, po e mbrojmë edhe Kosovën. Në momentin që se kemi mbrojtur LDK-n, kemi përfunduar me një LDK të përgjysmuar në 12%, pa forcë politike dhe më pas me 4 vite përpjekje për të rikthyer veten me plot mund. Tani që jemi kthyer në 171.000 vota, pak a shumë baza e LDK-s që ka qenë historike, ne do të shikojmë përpara tek prurjet e reja, antarësimet e reja, zgjerimi i bazës dhe krijimi i kauzave të reja tashme. Kjo është interesi ynë.